Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodër ka hartuar planin e masave për sezonin e ri turistik. Drejtori i këtij institucioni Agim Dardha thekson se vëmendja kryesore do të jetë në parkun kombëtar të Alpeve, në plazhin e Velipojës dhe në lumin e Shalës. Nga ana e administratës zonave të mbrojtura ne kemi 2 zyra informacione të cilat do të funksionojnë për gjithë sezonin e verës. Ne kemi në Velipojë dhe në parkun kombëtar të Alpeve dhe konkretisht në Thet. Do të jemi të hapur të çdo ditë duke dhënë informacionin e nevojshëm si për bujtina, si për shtigjet, si për vendet piktoreske, monumente natyrore që mund vizitohen gjatë këtij sezoni turistik. Gjithashtu administrata e zonave të mbrojtura ka edhe një plan për menaxhimin e mbetjeve. Duke pasur parasysh trendin e rritjes së numrit të turistëve vitet e fundit, sigurisht që edhe këtë vit do të kemi një rritje të numrit të turistëve, kryesisht të turizmit të aventurës, i cili jo vetëm në pjesën e liçenit, lumit Buna, Velipoj, parkut kombëtar të Alpeve, lumin e Shalës, mund të kemi një rritje të konsiderueshme dhe për këtë arsye ne do të fillojmë edhe fushata sensibilizuese me qëllim që mos të kemi ndotje të ambientit, duke filluar ne me aksionet e pastrimit. Këto aksionet e pastrimit nuk janë që do të mëlojmë gjithë të territorin, po janë kuadrin e sensibilizimit që të kemi sa më pak ndotje me natyrën. Drejtori Dardha i kërkoi edhe komunitetit që të tregohet më i kujdesshëm ndaj kësaj pasurie, që i shërben në radhë të parë atyre për rritjen e mirëqenies ekonomike.